Ai e kënaqur me rrogën. Punën në Greqi, nuk punën këtu. Meqenëse ishte edhe Rama atje që i bëri thirrje edhe shqiptarëve të diasporës që jetojnë në Greqi atje. Kthehun në Shqipëri si kanë rrogat më të mira, nuk paguani taksa siç paguani. Po atje folej se nuk e din benin ato grek, ato shqiptarë që në Greqi se. Këtu marrin 400.000 lekë, 300.000 lekë marrin merr punëtor. Si është, ju keni punuar dhe jetuar edhe këtu apo jo? Sa vite keni që keni shkuar në Greqi? Kam 30 vjet. 30 vjet që keni shkuar. Po si është realiteti? Se në televizion e shohin gjëra të tjera, na thon tjetër. Televizori janë paguar ato televizorit gjithë, janë paguar ato televizorit që jep Edi Rama, jep ata se. Nuk është e vërtetë që nuk është e vërtetë. Po se është vërtetë, merr kush 3.000-5.000 euro këtu. Si sta Edi Rama. Edi Rama. Po merr kush 5.000 euro këtu. E 6.000 euro si tha asaj. Pane, 5.000 euro. Po, ashtu i tha, hajde se t'jop 6.000 tha këtu. A i tha kështu ajo? Ju vetë besoni kur e po se besojnë se... Ka shqiptarë që e besojnë? Po, ku dun, se cili ka menin në vetë. Çfarë mendimi ke për këta që thonë që do kthehemi për atë se çka thotë Edi Rama? Do kthehemi po hikin për ditë, ç'a do kthehen? Po hikin për ditë, ç'a do kthehen? Kush është që do kthehet? Kush është ai që thotë? Po thotë atje se i merr shqiptarët nga këtu, shkon në Athinë, shkon në ne, edhe folin mirë ata se paguën. Ju keni menduar të ktheheni vetë kështu? Po në familjen këtu i kam, nuk i kam atje, po unë shkoj punoj, kthehen. Shkon e... Po. A do ishte më mirë ç'a mungon në Shqipëri? Si është? Po mungon gjitha, mungon. Një abëlli që bona, unë erdhi 5 milionë mori ajo 5.000 euro. 5.000 euro. Po për këto pallatë më Po për këto pallatet i kanë vetat, këto se nuk paguan kushte. Si kanë vetat. Punon për vetë. Jo zakonisht. Ka 30 vjet që o kthyen Enver Hoxha, e kthyn sistemin e Enver Hoxhës. Nuk po njëjta gjë thonë. E njëjta gjë. Më mirë me Enver Hoxhën se sa se. Që më mirë me Enver Hoxhën? Më mirë se sa veta janë vrarë sot. Sa veta janë vrarë. Ti e din. S'ka pas vrasje. S'ka pas vrasje. Ishte më fukarallëk për njerëzit ishin dashur. Sot s'ka as po politika e bën se. Po mirë, tash vritet njeriu në mes Tiranës edhe nuk e ka policia. Si ka mundësi? Po kush është më mirë nga këta sipas teje? Asnjë. Po ka zgjedhje tani. Po le të ketë zgjedhje, unë nuk votoj, kam votuar për Salin që e kthem në atë kohë dhe nuk kam votuar për asnjë. Po Sala që mendon të kthehet prapë, është më mirë se Edi Rama thoni ju? Apo prapë? Ata i s'ka çfarë bën se i kanë bën atë sistemin gjithë me fitu gjithë për vete, nuk fiton populli. Po ç'a, keni thirrje për të rinj shqiptarët, vinë në Greqi, shkojnë në shtete të tjera, apo të rinj punojnë këtu në Shqipëri? Kush je program më? Kush je? Shkojnë punon me rroba shqipsi me 300.000 lekë. Ç'a rrogash janë atë? Ka punë dhe po s'ka. Po ka punë se po gënjeni, ai nuk gënjen. Ka profesionistë. S'ka profesionistë, shkojnë bën jashtë në botë, punon për botën. Është propagandë. Rena, ja, kjo është, jeton Greqi tjetri, aty ku shkoi Edi Rama që i bën thirrje shqiptarëve të Greqisë, diasporës, i thotë kthehen në Shqipëri se paguani më mirë se sa shtetet që ju keni zgjedhur për të ndërtuar jetën tuaj ekonomike dhe sociale.